Ka një proces zgjedhor, sigurisht të njëjtit do ta sakrifikojmë pushtimin për të qenë këtu. Planifikimit të bërë. Unë e kisha nisë njerë prej kësaj pjesës që u folë për diasporën. Unë e menoj që nëse 28 vjetori edhe diaspora janë frika e partive ishte opozitare, atër këto e pranojnë që kanë me hupë zgjedhjet. Edhe e dyta, nuk kisha pas që pukon alibia e pas zgjedhjeve. Nëse kanë rezultat dopt, sepse në fund ditës, sa mund me marë partia parë që supozot vetëvendosja, që ka medale para, këtu s'kon dilema, sa deputet tepër mund me avu diaspora? 2. Jetën 3. Nuk ka që ishte 3 deputet shi me mund kurtin. Që është që distanca o dikur 20 deputet. Pra, ata, nëse kanë këtë alibi, është mirë mos me im ngarë hiq, që i vjen kjo nuk ka tema. Jo, nuk është qëndrimi i atyre partive të tjera. Nuk thash që on. Kjo është arma që vetëvendosja është të përdorë. Nuk thash që është. Edhe unë Në dy partitë politike e kanë përdorë të azren. Nuk thash që këta kanë thonë ose jo, po kjo është diskutim që ka linë ma shumë në për studio se sa për i partive politike. është projekcioni vetëvendosjes. Jo, e kanë thonë vetë partitë politike. Me nëzonë mi vrasë kemi studio. Po, vetë për dëkëneki dhe vetë lidëkëneki që kanë përmend këta si të dajnë. Jo, s'ka lidhje, jo. DK-ja ka thonë është veprim i njanshëm. Pa jepet e kësua qa? Se din që ka thonë. Publikisht asë njerë si janë deklaruar. Është kritikua roli presidentës, këtu që një farë formës mori për asysh. Pajtona puna e veshguzve, sa ma pak veshguz, ma pak i, se me thonë, valit më konë procese. Jo valet, po ju jep alibi ma shumë. Po pra, pasaj kjo në alibi më ankue, jo vjedhje, jo gjvjedhje. Po unë e menoj që kur gjonë nuk e prish qëtë proces zgjedhor, përveç asaj që partit performajnë. Nëse partit politike të pregaditme, e sa pisha unë e jo. Këtu e kom një kritik, por ishë opozitron. Se na e dim që pushteti, për mua është kriminal. Mirë. Ata kryesës... Po, se të kalujmë më bazë në këtë qeshtja në LDK, na po e shojmë të manifestu e frikë për ditë. Ku e shoh frikën e tyne? Duke bo koalicione këtë panatyrshme, të cilat për mua janë absurd i llojit vetë. Një parti politike që supozon që ka një bosht ideologjik, unë e kuptoj PDK, për shembull, qysh e absorbon brenda vetit një klerofashist si Eman Ramani. Është e papranueshme. Unë jam dakord me Eman Ramanin, dejtë e vota e tij kundra kodit civil në kuvend. Është qëndrimi i tij. Pse e bën të tillë? Pse e bën fashist? Por, me një debat televiziv, në Debat Plus të Ermal Panduri, Eman Ramani, homoseksualt i krahason me seksin e kafshëve, që i bjen këtu kalon në dimensionet frikshme. Një klerofashist si ai, me absorbuar një parti, qoftë e majt, qoftë e djathtë, por mua e pafalshme. Këto e bëjnë veç këta sepse manifestojnë frikë. Kjo e para. E dyta, e kemi LDK-n. Qysh ka mundësi me pas kësi koalicione, ose aderime, më falni, ku nuk ka asnjë përputhje ideologjike. E kanë marrë një ish kolegë tonë, Ermal Sadikun, me këtë respektin, si inxhinier. Ermal Sadiku është një djalë që angazhohet, edhe unë pajtona me ato angazhona vetë, por bashkim kombëtar. Ndërkohë LDK-n, që nga ngjizja e saj, na e kemi një parti kosovocentrike. Unë një pyetje kom, nëse nesër potencialisht janë bashkë në qeverisje, LDK-ja eviton. Po base Ermali ka bërë kompromis për para së LDK dhe është rreshur me ka udhëzuar cila atë rek. Se të dy po thojnë, na i kemi qëndrimet e njëjta, nuk kemi në rrugë. Ose tjetra, një koalicion eventual me Fatmir Limon. Unë e thash një pyetje kom për Abdigjikun. Lima është i majtë, kjo është i djathtë. A je për dividenda i bizneseve? A je për taks progresive? A je për taks shesh? Nëse këto nuk i sqarojnë këta para publikut, për ta këtij një muji, nuk ka arsye qytetari me dhënë votë. Pra, na kemi një ti beson që vazhdon Kosova të merret me orientimin e partive politike? Përballë një pushteti kriminal, që unë e menoj kriminal në këtë qeveri se kam fjalë, dhe mos me vra. E kemi një ish opozit që s'ka alternativë, s'ka fuqi. Qysh e luftoj një antivlerë, që është vetëvendosja me do antivlera. Kjo tregon që votuesi jonë ka me pa alternativë. E kjo skandaloz. Prapa me është fotografia... Para duna mu përgjegj, shtera e fundit